Sot ishte seanca e 12 si tentativ për të bërë konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Me të vërtet neve na bie keq, mirë po besoj që është e qartë për ju dhe të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës se kush është bllokuesi dhe kujt i mungon vullneti politik për të bërë bllokimin e institucioneve të Republikës së Kosovës. Kur nuk ke numrat, si rasti i lëvizjes vetëvendosje, nuk mund të diktosh të tjerëve mënyrën për zhbllokimin e institucioneve të Republikës së Kosovës. Ju e dini, Lidhja Demokratike e Kosovës ka shprehur vullnetin politik dhe të tanime ka në tavolinë një propozim të qartë për një qeveri gjithëpërfshirëse të tranzicionit, e cila kish me zhblloku situatën komplet dhe kish me rezultu në konstituimin e institucioneve, duke filluar prej Kuvendit të Republikës së Kosovës, po edhe formimin e një qeverie e cila do të kishte agjendë të qartë, qëllime të qarta dhe një afat të caktuar kohor. Edhe një Jo, nuk kemi marrë, si që pat kemi dëgju dhe kemi lexu deklaratat e deputetëve të ndryshëm, mirë po presim përgjigje zyrtare nga liderët e partive politike se cila është përgjigja e tyre. Unë e konsideroj, ne në fakt besojmë si parti politike që kjo është për momentin e vetmja zgjidhje për të zhblloku institucionet dhe për të bërë konstituimin edhe të Kuvendit edhe të qeverisë dhe për të marrë me të vërtet me problemet të qytetarëve, sepse qytetarët nuk e kanë luksin. Ju e dini, ka shumë probleme, mirë po është një problem nga data 1 qershor, llogaritet që 1270 kompani të dalin në tregun e hapur dhe kjo është fatale për të gjitha këto kompani vendore. Është vendimi i zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike, andaj me të vërtetë është anashkalim komplet i të gjitha problemeve të qytetarëve dhe të komunitetit të biznesit, kjo sag e cila po vazhdon me insistimin e lëvizjes vetëvendosje që në krye të Kuvendit ta vendos zonin Haxhiu. Jo, nuk e besoj që ka të bëjë kjo me frikën, tani nuk e di se çfarë mendojnë të tjerët rreth definicionit të frikës. Por besoni e dini të gjithë që në një opsion të tillë, nëse Lidhja Demokratike e Kosovës do të ishte interesuar për pozita dhe për pushtet, do të ishte në një pozitë shumë më të mirë po të bënte një koalicion me lëvizjen vetëvendosje se sa të hynte në një koalicion gjithëpërfshirës me të gjitha partitë politike. Nuk është frikë, është konsistencë, është premtimi që ju kemi dhënë qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe janë dallimet e mëdha ideologjike, programore dhe sjellja e lëvizjes vetëvendosje, e cila ka kriju këtë hendek që për momentin është e pakalueshme. Tani sa i përket situatës para fushatës dhe gjatë fushatës, më lejoni t'ju them që askush nuk e ka para pa që partia fituese do e bllokoj institucionet e Kuvendit dhe do të gjindemi para një bllokade të tillë. E kemi thënë sa herë, cilat do prej partive të tjera parlamentare, po t'i kishte vetëm edhe një deputet më shumë, deri tani do e kishim konstituimin edhe të Kuvendit, edhe të qeverisë së Republikës së Kosovës. Do më thonë ka qenë e paparashikueshme që të mbahet seanca e 12 në tentativë për të konstituuar Kuvendin e Republikës së Kosovës. Ne kur e kemi shkruar letrën dhe kemi folur, kur e kemi hartuar propozimin, sepse është bërë me konsultime, nuk e kemi mendu asnjëherë pozicionin tonë, se ku do t'jemi ne, nuk e kemi menduar veten dhe ndonjërin nga ne që jemi persona unifikues. Kemi menduar që të ulemi në tavolinë me të gjitha partitë politike dhe të gjejmë zgjidhje për Kosovën. Kemi vënë interesin e Kosovës para interesit të partisë, kemi vënë interesin e qytetarëve para interesit personal të cilit do qoftë. Po edhe kur kemi kërkuar gjatë fushatës, kur kemi kërkuar që zoti Abdi Xhiku të jetë kryeministër, ne kemi kërkuar këtë për të implementuar programin ton politik. Tani po e shohim, kemi rezultatet e zgjedhjeve, kemi këtë ngërsh të cilin natyrisht që nuk e kemi sjell ne, është rezultati sjelljes së partisë fituese dhe nuk dëshirojmë që për shkak të kryenësisë të lëvizjes vetëvendosje qytetarët ta psojnë dhe të vuajnë më tepër. Unë po besoj që kemi qenë qartë që nga fillimi, sa i përket qëndrimeve tona në raport me një marrëveshje politike me lëvizjen vetëvendosje, e kemi bërë këtë që nga fillimi. Ne nuk kemi qenë në pritje të lutjeve,
ose të letrave nga lëvizja vetëvendosje për ta formsuar ose për ta ndryshuar qëndrimin tonë. E kemi thënë, nuk jemi të interesuar të kemi një qeveri me lëvizjen vetëvendosje. I kemi ftuar të gjithë, i mirë presim qoftë se vinë dhe ulemi, nuk kemi vendosur asnjë kusht, sepse gjithçka do të jetë subjekt i diskutimit në këtë tryezë të përbashkët, duke përfshi edhe kryetarin e parlamentit në mënyrë që dalim nga kjo blokadë, dhe do me thonë, kjo është forma jonë, është propozimi ynë për ta zhbllokuar situatën. Në qoftë se të tjerët nuk dojnë, atëherë le të urdhërojnë dhe le ta zhbllokojnë, le të dalin me propozimet e tyre dhe le ta bëjnë një shumicë dhe le ta zhbllokojnë situatën. Krejt çka po kërkojmë, ne në natën e zgjedhjeve kemi thënë që qytetari na e ka dhënë këtë rezultat, ne e respektojmë suksesin dhe legitimitetin e secilës vote, secilës parti politike dhe jemi komod të qëndrojmë në opozitë. Mirë po ne kemi bërë një haptutje dhe kemi lëshu kemi thënë po ulemi me të gjitha partitë politike që të gjejmë një zgjidhje. Në qoftë se të tjerët nuk pranojnë propozimin ton, atëherë të tjerët duhet dalin me propozim. E kemi thënë që nga dita e parë, nuk po dëshirojmë që t'ja marrim fitoren zotit Kurti. Janë 15 parti parlamentare në Kuvendin e Republikës e Kosovës. Kryetarët e parlamentit dhe qeveria formohet me marrëveshje politike. Le të urdhëroj, le të bëj marrëveshje politike. Ai na ka bë ofertë neve për marrëveshje politike, ne kemi refuzuar për të satën herë një marrëveshje të tillë politike, le të urdhëron me partitë të tjera dhe le ta bëj. Për LDK-n është më rëndësi që të bëhet deblokimi i kësaj situate dhe të merremi seriozisht për një periudhë të caktuar me problemet e qytetarëve. Po, për çështjen e pakicave ju lutem shumë, në letër është specifikuar me një qeveri gjithëpërfshirëse, tranzicionale, ku pakicat janë kategori kushtetuese. Ne tani pakicat, do me thonë, komuniteti i pakicave kanë probleme me zveti, si që ka probleme edhe komuniteti shqiptar. Ne jemi marrë me këtë çështje dhe kemi thënë që sepse ata janë kategori kushtetuese dhe në çfarë do qeverie e cila do të formohej, zonja Emilia Rexhepi bashkë me komunitetin e saj janë pjesë e asaj qeverie sepse janë kategori kushtetuese. Në fakt, ne i kemi me kushtetut të diskriminuar pozitivisht komunitetet në Kosovë dhe këtë dim. Në ndërkohë, zonja Rexhepi nuk duhet të jap konotacion politik krejt kësaj përpjekjes tonë për me debloku situatën, sepse as në letrën e Kurtit drejtuar neve nuk përmendet fare komuniteti. Nuk është, domethënë, fare subjekti i letrës. Ndërkohë që ne kemi thënë qeveri me përfshirje të gjitha partive shqiptare, duke përfshirë normalisht edhe kategoritë kushtetuese të që janë komunitetet. Ne nuk mund të bëhemi pjesë e shkeljes kushtetuese dhe mandej ta dërgojmë veten në gjykatë kushtetuese. Për me u zhblloku situata, ne kemi dhënë një propozim interim. Ne kemi dhënë propozimin që ejat ulemi dhe të bisedojmë për me zhblloku situatën. Nuk mund. Unë nuk kam ndonjë emër, natyrisht që ajo do të jetë subjekt i diskutimit kur të ulen të gjithë liderët e partive, të gjithë përfaqësuesit e partive politike, do të bisedojnë edhe për figurën unifikuese. Faleminderit. Ju lutem shumë, ngërë që ka ardhur si rezultat i mungesës së bashkëpunimit në mes të partive shqiptare. Ne pakicat, duke përfshirë edhe listën serbe, dhe më thonë, ata janë pjesë e secilës qeveri si pas kushtetutës së Republikës së Kosovës, kështu që nuk ka nevojë të ftohet. Dhe më thonë, në qoftë se dikush është pjesë e qeverisë, në qoftë se, dhe më thonë, dikush prej komuniteteve kanë probleme mes tyre, ne nuk mund, për shembull, kundërthenjet ose mos pajtimet që janë në mes të zonjës Balje dhe zonjës Rexhepi, nuk mund të zgjidhen në një tryezë të përbashkët të partive shqiptare. Po flasim për deblokim të situatës. Dhe mandej kushdo që e formon qeverin, natyrisht që ata janë pjesë, janë kategori kushtetuese. Faleminderit shumë.